zotëri avokat, a mundesh na tregu lidhur me Shkurt, caktu 30 ditë para burgimi. Po veç amun? Kash, matje. Po për çka? Çka tha? Ku e ka pas cakun e sulmit? Detaje më shumë se normal që Nuk ke mësi më shumë prononcë. ju jeni avokati, Po. pse e dënu masa apo? Alo, dhe kryetar. Përshëndetje. Mund të konfirmoj se gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për krime të rënda, sot ka caktuar para burgimin ndaj Slobodan Gavrilisit për shkak të veprës penale, dyshimit të ekzistimit të veprës penale përgatitje e vepra terroriste, nga njeri 144 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1, dhe të një vepre tjetër penale që është importi, eksporti, furnizimi, transporti, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e patur e armëve nga njeri 372 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Po e ka pranuar çka Tani i pandehuri ka pranuar veprën penale në pikën 2 të kërkesës për caktimin e paraburgimit, që i referohet do të thotë vënia në qarkullim e materieve eksplozive, ndërsa veprën penale në pikën 1 nuk e ka pranuar. Po çka ka thonë? Ka thënë se vetëm e ka pas për mishit, nuk e ka treguar vendin se ku, por është mbrojtur se këte sasitë eksplozivit e ka pas për shitje. Ka diçka që ne në këtë fazë procedurës penale nuk mund t'i referohemi, sepse do të thotë kemi të bëjmë me fazën procedurës ku që është e nënhetime. Tani për tani prokuroria ka bërë të besueshme arsyeën për caktimin e paraburgimit, do të thotë ka mjaft prova që janë bindse për gjykatën që caktoi paraburgimin, për më tutje mbetet se prokuroria speciale të zbatoj hetimet, ndërsa këto hetime zbatohen në autoritetin e gjykatës themelore në Prishtinë, që do të thotë se ne i mbikëqyrojmë hetimet, ndërsa hetimet i zbaton prokurori special. Raste të tilla çfarë dënime mund të marrin person? Dënimet janë deri në 20 vite burg, sepse Kodi Penal i Republikës Kosovës parashit që edhe kur vepra në tentativë mbetet, do të dënimi është i njëjtë. Duke qenë se kjo është shtetas se pa paraqitjes. Gospodine, ko je bio vaš cilj? Gospodine, ko je bio vaš cilj? Koji je bio vaš cilj za tije eksplozije?